A e dini se tingulli dhe nuk ekziston në greqishten e lashtë, latinishte dhe as në gjuhët slave. Interesant është se tingulli dhe në greqishten moderne ka dalë vetëm pas shndrimit të shqiptarëve në popullat shumicë në zonën e Peloponezit. Në bishkrimet mesapike është përdorur ky simbol i veçantë për të përfaqësuar tingullin dhe. Kjo dallohet tek dhëndja e një kuri varri për një person me emrin Bardhyr, sipas mbretit ilir. Një tjetër tingull karakteristik i shqipes është sh, i cili gjithashtu është i rrallë në gjuhët përreth në lashësi. Një monedhë ilire e zbuluar në Shkodër paraqet një përfaqësim të qartë të tingullit sh. Me rëndësi është fakti se shkronja greke e lashtë, r, nuk shfaqet në këtë monedhë. Në vend të saj kemi qartësisht shkronjën latine r. Monedha daton në shekullin e 3 para erës tonë, para pushtimit roman. Ilirët e Italisë dhe Shqipërisë, me sa duket, përdornin një alfabet që përfshinte elemente nga greqishtja e lashtë dhe alfabeti latin, por gjithashtu krijonin simbole unike për tinguj që nuk ekzistonin, as në latinisht, as në greqishten e lashtë. Ky problem, pra shkrimi i dhës, shfaqet edhe në shekullin e 17, tek libri Doktrina e Krishten e Pjetër Budit. Autori ka krijuar një shkronjë specifike për të. Ku janë ata letror, të urtë, të dijes e të dëgjuam, të bardhë por si borë, letra tu kënduam.